u përmend përkraja nga institucionet lokale, por nga institucionet qendrore. Vazhdimisht ka pasur diskutime këto në këto 5 vjetët e fundit për shkak të qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje, një farlloj kështu lufte edhe publike për shkak edhe të përkrajës, siç ka qenë rasti përkraja financiare një rregullore që është nxjerrë nga Ministria e Drejtësisë, si qëndron tani çështja, sepse ka pasur edhe diskutime që mund të ketë edhe në fund që do të ishte paka shumë fatale të procesit që të largohen edhe avokat tjerë nga ekipet mbrojtëse. Po, këto procese kanë koston e tyre edhe tashu nuk mund të hy në llogari se si ka kalkuluar qeveria e Kosovës, domethënë normativat në çështjen e pagesave, por fakti që ka krijuar një udhëzim të ri, në fakt e ka prek udhëzimin administrativ dhe ka krijuar ka ndru dhe ka krijuar tavane se deri ku mund të bëhet pagesa, e penalizon procesin, sepse ti mund të kesh nevojë për një avokat të caktuar ose për një person të caktuar që mund të jetë më i fortë në mbrojtjen e çështjeve të caktuara ose proceseve të caktuara, dhe ti s'ke mundësi financiarisht ta rekrutosh atë për faktin që mungojnë financat. Tani nuk është procesi i kushtueshëm vetëm për ata që domethënë janë në front, por ky proces suportohet gjatë gjithë kohës me dokumente, me argumente, dhe ka njerëz të tjerë të cilët janë pjesë e grupeve punuese, të cilët sigurohen që ato materiale do të shkojnë tek ata njerëz. Dhe kjo me ton drejtën e ka lënduar pak procesin, sepse nuk ka qenë mjaftueshme për kraja e shtetit. Kur thuhet si shifra, dikush mund të thotë, wow, sa shumë qenë kanë se janë bërë 5 vjet e më shumë, por kur e përpjeston në vija reale se kush për çfarë duhet paguar dhe se si shkojnë këto si ta them pagesa ose mbështetje. Po, atëherë duhet me qenë real, domethënë sepse nëse krahason me kostot se që ne i kemi në procese lokale është komplet tjetër pasqyrë. E dyta, normalisht për këtë arsye janë themeluar edhe fondacionet e familjeve, familjes Vesele, familjes Thaçi, për të krijuar një derë shtesë, një kanal shtesë që këto procese të suportohen domethënë edhe prej poshtë dhe me thonë drejtën e kanë ndihmu, aty ku ka qalu në herë procesi kanë ndihmu, por për mua, me thonë drejtën, ka qenë shqetësuese jo vetëm kuptim financave. Shqetësimi më i madh ka qenë edhe fjalën për çështjen e përkrajës, sepse është arsyetuar në këtë rast kryeministrin e detyrë së fundmi edhe në fund vitit kaluar me atë letrën që e bëri publike se ja unë i kam shkruar, por nuk kam thënë asnjëherë që e kam bërë këtë, etj. Pra është kjo lloj përkraje që ka një farë hezitimi kështu publik që qeveria të thotë që po ne jemi krah këtyre njerëzve, jemi krah këtij procesi. Shiko, tash ajo letër unë nuk mund ta di kur është shkruar. Mund shkruhet edhe sot, të thuhet që është shkruar sot para 5 viteve. Nuk du të spekuloj sepse nuk e di, por nuk e kuptoj rëndësinë që mund ta ketë një letër që është shkruar 4 vite para ti ta hedhësh për të shfaqsuar veten në fund të mandatit. Nuk e kuptoj dhe s'po du me elaboru ma shumë. Çka nuk kuptoj po ashtu është mungesa e nevojës për ta trajtuar këtë çështje në kuptimin shtetëror më seriozisht. Me palët të cilat janë të përfshira, sepse Partia Demokratike ka 2 aktorë, atje 3 në fakt. Pastaj edhe vetë lëvizja vetëvendosje ka një aktor atje. Ata nuk kanë shkuar në kuptimin e angazhimit të tyre politik atje. Por megjithatë ka disa detyrime morale, kushtimisht ta them, qoftë edhe si parti politike, sepse janë njerëzit e tu që kanë jetë publike këtu, dhe në të njëjtën kohë ata njerëz kanë përfaqësuar edhe institucione. Mos të harrojmë, ka qenë Zuri Thaçi ka qenë president në kohën kur ka dhënë tërheqje dhe ka shkuar atje. Domethënë është presidenti i Kosovës që ka shkuar atje. Kryeparlamentari, shefi i grupit parlamentar të partisë më të madhe në atë kohë, dhe nuk është aq e thjesht ashtu si thjeshtëzohet në optikën e qeverisë ndonjëherë, dhe kjo për mua ka munguar një diskutim i sinqert ku ti lën petkun tën politik, atë se çfarë po bëjmë ne, domethënë dhe partijak, por ti